Nëse ajo ka thyer rekordin botëror, unë kam thyer atë universal. Ish fituesi Big Brother i rënizon rekordin që theu Gerta në Big Brother VIP. Ndërkaq kjo e fundit e nxjerr Rozana Radin për zarf të zi. Ja çfarë ndodhi. Pas ditën e fundit, atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP është tensionuar ndjeshëm teksa po i afrohet edhe finales. Rozana dhe Gerta po bëjnë debate më të eskaluara se kurrë. Dy konkurrentët u përfshin në një përplasje të ashpër verbale që përfundoi me një skenë të pazakontë. Në kulmin e nervozizmit, ata vendosin që të ndeshnin trupat me njëra tjetrën në një formë ironie, i cili çoi në rënjen dhe thyerjen e mikrofonit të Gertës. Kjo situatë solli me një reagimin e regjisë, e cila i tërhoqi vërejtje të dy banorëve, duke kërkuar të kenë kujdes me pajisje teknike. Megjithatë, Rozana dhe Gerta nuk pranuan paralajmërimin e vazhduan debatet me tone të forta, duke bërë situatën edhe më të tensionuar. Incidenti i fundit është komentuar gjerësisht nga publiku, teksa përflitet edhe për një zarf të zi, ndërsa mbetet të shihet se çfarë ndëshkimi do ketë përcjelljen e tyre. Nga ana tjetër, që po menaxhon Instagramin e Gerta Gixharit nga jashtë, ka bërë me dije se ajo ka thyer një rekord botëror tjetër, si banorja më e nominuar në historinë e Big Brother. Kujtojmë se ajo që nga java e parë ka qenë nominuar pothuaj në të gjithë nominimet, teksa kjo ishte një dënim që mori nga Aldo. E duket sipas ish fituesit të këtij formati Anajt Kaloti, ai ka reaguar me ironinë ndaj këtij lajmi për thyerje rekordi, teksa administratorët e Instagramit të Gerta Gixharit e postuan në Instagram, ku treguan arritjen e saj duke theksuar se Gerta ka thyer rekordin që më parë mbahej nga Angel Shkira, por edhe i Glaceno në vend të dytë. Ky lajm duket se nuk i ka shpëtuar Anajtit, fituesit të Big Brother, i cili ka komentuar me ironi në këtë postim. Unë kam qenë i nominuar nga prime i parë deri te i fundit, kam thyer rekordin e universit, ka shkruar ai me të qeshur, teksa duket se fansat e Gertës nuk e kanë pëlqyer këtë ironi të Anajtit.